mund të këpus çdo urlidhje, mund të bëj zero të gjithë përpjekjet tona 35 vjeçare për të integruar në Bashkimin Evropian. Votojnë për të kuptuar shkallën e tyre, votojnë pasi kanë marrë mesazhin se kjo çështje është një çështje themelore për ne, për ata, për Brukselin, dhe se kjo mund të na detyrojë të zhbëjmë nga e para procesin e integrimit të Shqipërisë. Një paralajmërim që nuk është ndigjuar kurrë më parë. Asnjëherë s'kisha ndigjuar, as unë, as dhe ata që e komentojnë këtë paralajmërim. Megjithëse janë ne që jemi këtu, dhe të gjithë shqiptarët kudo që janë, Edi Rama për të mbrojtur krimet e tij urdhëron dhe me 5 vota vendos që të mbrojë me çdo kusht karrigën e tij, të mbrojë veten nga vjedhjet, sepse Lubia është vetëm emri fiktiv. Aferat janë trams mbi të gjitha dhe të asaj pastaj. Nuk ka moment më kritik. Nuk ka moment që të mund të te kaloj se çfarë interesash janë të gatshëm të shkelmojnë këta antishqiptar, kjo bandë kriminale, për pasurimin e vetë, për interesat e veta, për lëkurën e vetë. Një popull të tërë, fatin e një populli, duan ta shkelmojnë, duke besuar se s'ekziston askush në këtë vend, përveç atyre. Po ja që jemi ne, dhe vim më të betuar se kurrë, që s'do t'ja u falim për asnjë çmim